Situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet të përmirësuar në 24 orët e fundit. Nga monitorimi gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit konstatohet reduktimi i ndjeshëm i sipërfaqes së tokës bujqësore me prezencë uji, nga rreth 760 hektar një ditë më parë në 590 hektar sot, si pasojë e tërheqjes së nivelit të ujit në zonat e prekura. Sipas matjeve të kryera në orën 6:30 minuta, nivelet e lumenjve vijojnë të jenë në rënje. Në Bun, tek ura e pazarit, niveli është 8,40 metra, ndërsa në Drin në Baçallek matet 7,80 metra. Në stacionin Buna Dajç, niveli i ujit ka zbritur në 6,38 metra. Në fshatin Obot, njësia administrative Dajç, është evidentuar një ulje e nivelit të ujit për rreth 20 cm krahasuar me ditën e djeshme. Po ashtu rënja e nivelit vihet re edhe në Liçen, çka ka ndikuar pozitivisht në stabilizimin gradualisht të situatës. Aktualisht qarkullimi në rrugën drejt fshatit Obot realizohet përmes mjeteve të ushtrisë, duke garantuar aksesin e banorëve dhe shërbimeve emergjente. Sa i përket sipërfaqes së tokës bujqësore me prezencë uji, situata paraqitet si më poshtë: 10 hektar në Bërdic, 90 hektar në Velipoj, 70 hektar në Dajç dhe 420 hektar në anën e Malit, duke e quar totalisht në 590 hektar. Autoritetet bëjnë të ditur se mjetet dhe strukturat përgjegjëse vijojnë të jenë në terren dhe në gatishmëri të plotë, ndërsa monitorimi i situatës hidrologjike do të vazhdojë pa ndërprerje.